Pas miratimit të pikës së 6 të rendit të ditës që parashikonte dhënien me qira të 34 presje 6 hektarëve tokë në fshatin Çorrav, situata doli jashtë kontrollit. Pasi këshilltarët miratuan me 20 vota për këtë vendim, debatet u përshkallëzuan në dhunë fizike mes një këshilltari dhe një banori të zonës. Ngjarja ndodhi pas kundërshtive të forta të banorëve të Çorravës, të cilët ishin të pranishëm në sallë dhe e konsideruan vendimin të padrejtë. Sipas tyre, toka që do jepet me qira është pjesë e kullotave që ata përdorin prej vitesh për blegtorin. I cili u përfshi në konfliktin fizik me këshilltarin Ëngjëll Shyti, tregon më tepër lidhur me incidentin e ndodhur. Siç e patë edhe vet, pati një moment tensioni, sepse antari i Këshillit Bashkiak, zoti Ëngjëll Shyti, u ngrit edhe na kërcënoi për shkak të asaj që tha shumë, por në moment acarimi, tensioni, sepse kuptohet pasi u miratua vendim për cilin ne ishim totalisht kundër. Dhe ne i paraqitëm të gjitha argumentet, kryetari i bashkisë tha jo, këto janë teka, është e pavërtet. Dhe deri në momentin që situata ishte shumë e qetë, shumë normale, çdo gjë ishte racionale. Pra të gjitha argumentet që paraqitëm ne dhe i kemi paraqitur vazhdimisht, dihen dhe janë shumë të arsyeshme. Në këtë moment kryetari i bashkisë tha kjo është teke dhe hajde ta miratojmë vendimin, pra kjo është e papranueshme. Kështu që nga ky moment ndodhi edhe tensioni me antarin e Këshillit Bashkiak. Tani, ajo çfarë duhet dihet me siguri, ne nuk kemi për ta lënë këtu këtë punë. Edhe për këshilltarët turp të kenë, ata që kanë mbajtur këtë qëndrim që nga fillimi, ata që e ndryshuan më vjen shumë keq që duhet të gjendeshin përballë kësaj situate. Ose që ata ishin të detyruar të ndryshonin bindjen e tyre, është e papranueshme. Më vjen realisht keq për gjendjen ku janë, për ata, jo për mua. Kështu që praktikisht kjo punë nuk ka për të ngelur këtu. Të gjithë ata që votuan për turp e paçin dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim në të gjitha hapat ligjor, do vazhdojmë ta ndjekim ligjërisht çështjen. Pas mbledhjes, reaguan edhe banorë të tjerë të fshatit, të cilët shprehen të shqetësuar se dhënia me qira e tokës do të pengojë kullotat dhe aktivitetin e tyre blegtoral. Genci Besholli thotë se do të kenë përplasje edhe me personat që do të marrin tokat me qira, pasi nuk do t'i lejojnë t'i marrin ato. Sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të rrethit Pogradecit u vendos për dhënien me qira të tokave që neve janë kullota të fshatit Çorrav. Këtu edhe, e kemi thënë edhe në mbledhjet e tjera, edhe në intervistat që na kanë marrë, janë kullotat e fshatit Çorrav këtu edhe shumë kohë përpara. Mirë po, duke ditur këta që neve protestuam herën e parë për ato që ishin kullota, edhe e kishin tjetërsuar prap. Ato që ishin kullota nuk i kishin futur në mbledhjen e Këshillit, po edhe këto që kanë erdhur biles më afër sallave tona, që aty neve na prishet edhe më keq puna, se baktit tona sa fillojnë dalin nga stalla, direkt do përplasen me zotërinë që do viti marrë ato toka me qira, se si diskutohet kjo. Edhe njëjta gjë është, neve nuk mund të kalojmë prapë nga kullotat e tjera pastaj. Se nëse ky na gëze territorin aty ku neve dalim direkt nga stallat tona, i bie që neve nuk kalojmë dot nga kullotat e tjera. Dhe për atë punë që jo janë pemtora, nuk e di unë se çfarë ato kanë qenë kullota që në kohën e vaktit, po me pushtetin që ishte dikur atëre, i kthejmë pemtore. Tash këta i quajnë pra pemtore. Kur ato, sot e kësaj ditë, ka këtu e 30 vjet që ngelen kullota siç kanë qenë dikur edhe vazhdojnë të jenë kullota, ne nuk do dalim, ne do vazhdojmë të bëjmë protestat tona, edhe ai zotëria që do vi ta marrë me qira atje, do ketë probleme me fshatin Çorrav, se nuk do ta lejmë gjën neve të vit në ver kufin atje ku do ai. Ata mund ta votojnë, bëjnë si të duan, por neve nuk do ta lejmë gjën. Një qëndrim kritik ndaj vendimit ka mbajtur edhe këshilltari i pavarur Arbër Malje, i cili akuzon bashkinë për presion mbi këshilltarët dhe për favorizime në ndarjen e tokave. Ndër të tjera i bën thirrje për investigim të mediave, pasi sipas tij ka shumë toka që janë marrë nga drejtorët e bashkisë së Pogradecit. Ajo që nuk donim të gjithë sot ndodhi. Bashkia e Pogradecit është autore e këtyre konflikteve sociale që po ndodhin midis banorëve të prekur nga këto vendimarrje dhe tashmë ata të cilët do të vinë dhe do të zaptojnë këto toka. Dua të denancoj presionin që është ushtruar mbi këshilltarët bashkiak që sot të ndryshonin vendimarrjet e tyre dhe të miratoj ky projekt vendim. Ky projekt vendim, siç e kemi thënë në krye të herës, prek në mënyrë të drejtë për drejtë të gjithë komunitetin e Çorravës, sepse zhvillojnë ekonominë e tyre nëpërmjet blegtorisë dhe bujqësisë. Duar të errta duan të futen, siç janë futur rëndom tashmë në bashkinë e Pogradecit, për të rrëmbyer të gjitha tokat blegtorare, për t'i kthyer ato në paqe fotovoltaike, por gjithashtu edhe në pjesë të cilat janë toka djerë. Pse e them djerë?
shumë prej tokave që ka lëshuar Bashkia e Pogradecit, sot e shumë vite nuk zhvillohen. Pra janë përpjekur të përfitojnë nga fondet e IPARD-it dhe i mbajnë shumë këto toka djerë dhe akuzoj gjithashtu zyrtar të lidhur këtu që janë pjesë dhe fshirën brapa këtyre tokave të cilët lëshohen vazhdimisht. Ndërkohë Bashkia e Pogradecit e justifikon vendimin si në përputhje me ligjin për mbrojtjen e tokës dhe zhvillimin e bujqësisë. Sipas zyrtarëve, toka që do të jepet me qira është pjesë e pemtoreve të bashkisë, ndërsa kullotat janë përjashtuar nga projekt vendimi. Okej, atëherë në mbledhjen e Këshillit, Bashkia kishte paraqitur një projekt vendim për dhënien e disa tokave bujqësore me qira, të cilat janë pemtore, dhe banorët erdhën dhe e kundërshtuan. Këto toka janë pemtore, me status pemtore, me certifikat pronësie nga Bashkia e Pogradecit dhe do jepen për qëllime bujqësore, siç e thotë dhe ligji për mbrojtjen e tokës. Sepse si kudo në Shqipëri, zaptuesi bëhet pronar dhe Bashkia ka menduar që këto toka të zhvillojë dhe të marrë të ardhura nga prona e saj. Me banorët çfarë do ndodhja? Me banorët, me kërkesën e banorëve, Bashkia ka reaguar dhe pjesën e kullotave që ka qenë kullot është hequr nga projekt vendimi dhe gjithë pjesa që ata pretendojnë që është kullot dhe që përdoret nga ata është lënë e lirë. Pjesa tjetër që është pemtore do jepet për zhvillim bujqësor dhe për këtë. Ligji e lejon ndërtimin e agrovoltaikëve në toka bujqësore, kur ato kanë bonitetin 8 dhe 9, por ka një udhëzim të caktuar të shprehur hollësisht, i cili përcakton rrugët që duhet ndjekin secili kërkues. Ne jemi të hapur që dhe banorë të ndryshëm me projekte të mirëfillta mund të aplikojnë për të marrë këto toka për qëllimet e tyre bujqësore ose blegtorale. Ndërkohë që Bashkia e konsideron vendimin ligjor dhe të drejtë, banorët e Çarravës paralajmërojnë se do të vijojnë protestat dhe rrugën ligjore për ta kundërshtuar. Konflikti për tokat në këtë zonë mbetet i hapur, duke rritur tensionet midis komunitetit dhe institucioneve vendore.